Dialogu është një ndër kriteret kyçe që ne duhet të zbatojmë në këtë proces ku jemi të mbetur. Patjetër, është kriteri i parë i Kopenhaget, ka disa pika në fakt. Është dialogu politik, dialogu i brendshëm politik dhe institucionet, pra institucionet demokratike janë në është pika e parë e kriterit. Si po të duket ky mungesë dialogu për procesin e integrimit dhe kur ata duan për politikat e brendshme këtu ne janë gati, siç kanë bërë marrëveshjen e 2009-s, Sali Berisha u shpreh i gatshëm të ulet me Edi Ramën për të ndarë parlamentin shqiptar në dy dhoma, pra për të krijuar senatin për ndryshimet kushtetuese. Kur duan ata ulen dhe bëjnë marrëveshje. Kur flas Rama dhe Berisha dhe ata që ata delegojnë në marrëveshjet për kodin zgjedhor, siç ndodhi para 11 majit, për bashkimin e votave për amnistin, apo edhe pakte të tjera që bëjnë me njëri tjetrin. Po të bëjmë një llogari shumë të thjeshtë, Sali Berisha ka 35 vjet që është në politikën shqiptare. Edi Rama ka 28 vjet që është në politikën shqiptare. Dhe po të shikojmë, ato shikojnë vetëm interesin e tyre të ngushtë. Pra, kur flasim 91% të shqiptarëve, nuk përfshihen këto dy personazhe apo grupi që ato përfaqësojnë. Dhe kjo është për të ardhur shumë keq. Kjo është për të ardhur shumë keq. Pra kemi një popull të orientuar tërësisht nga Bashkimi Evropian, nga perëndimi, dhe kemi një politikë që nuk do të lëshoj rrugë Shqipërisë të eci përpara. Dhe këtu e kemi emra të përveçëm, Rama, Berisha. Po, patjetër që po. Patjetër që po. Patjetër që po. Këto po bëhen pengesë për vazhdimin e integrimit evropian të Shqipërisë. Po të kapim pjesën teknike, i referohem deklaratës ministrës jashtme Spiro Pali në takimin e zhvilluar në Komitetin Parlamentar të Stabilizimit Asociimit Shqipëri BE, që tha brenda këtij viti do të çelim edhe grup kapitullin e fundit dhe sërish ishte premtimi i 2027-s, por këtu po të risjell sërish deklaratën e Gonzatos që ditën e dieshme në fakt ka bërë shumë përshtypje ambasadori i delegacionit Bashkimit Evropian kur tha se nëse Shqipëria do të përmbush objektivin e saj ambicioz të vitit 2027, atëherë duhet së pari të përmbush standardet e ndërmjetme edhe këtë vit. Po i marr me radhë. Dëshira është e madhe, edhe ju e thatë edhe në pyetjet e tjera që këto flasin ndryshe, por për të vepruar veprojnë ndryshe. Tashti çështja është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Pse është shumë e thjeshtë çështja? O ka vullnet politik ose nuk ka vullnet politik. Nuk mund të ketë edhe po edhe jo. Pra duhet jetë ndarë kjo punë. Ministrja jone e jashtme, zonja Spiro Pali, unë uroj që të nollë kjo që thotë zonja Spiro Pali, por dje në masdite, raporteri për Shqipërinë, i cili ishte në takimin e sotëm, tha, unë e njoh mirë Shqipërinë, për negociatat keni për të bërë shumë punë, edhe a do arrini. Ka edhe një çështje tjetër shumë të rëndësishme. Hapjen e kapitullit e grup kapitujve të fundit e ka thënë që vjet në tetor 2024-s në Tiranë Ursula von der Leyen. Brenda 2025-s ne do i hapim gjitha grup kapitujt. E tha edhe kur ishte para 2-3 javëve në Tiranë. Në turin që mbajtin Ballkan. E tha që do... Por nëse keni lexuar deklaratën me kujdes, kjo jo për ju, por për telespektatorët, ajo tha, duhet një angazhim shumë herë më i madh se ç'po bëhet sot në Shqipëri. Pra, ato e thonë ato që duhet thënë. Dhe këtu jemi në pjesën e Gonzatos, pastaj ambasadori i delegacionit Komisionit Evropian në Tiranë. Që vinë mesazhet piramid nga Ursula von der Leyen, ambasadori BE-s në Tiranë. Sigurisht, pra, nuk është dëshira mund të jetë e madhe, por duhet punuar. Dhe këtu kemi të bëjmë me një faktor që është shumë i rëndësishëm. Është faktori i bashkëpunimit politik për të arritur një qëllim të caktuar që është në këtë rast është integrimi evropian i Shqipërisë. Jemi para një momentit shumë historik të Shqipërisë. Ju e dini shumë mirë, e kemi diskutuar edhe jashtë kamerave së bashku, që na ka nikur disa herë trenat e historisë. Disa momente të rëndësishme që ne mund t'ishim bërë Po, pjesë. që të mos t'i kthehemi më asaj.
nuk duhet ta lejmë këtë tren na iki. Po na iku ky, atëherë jemi të dështuar para historisë dhe para kombit shqiptar. Pra është një moment shumë historik. Duhet ta kapim fort. Duhet luftojmë fort, duhet punojmë fort. Dhe kjo, që t'jem shumë i sinqert, nuk është çështje vetëm e qeverisë. Është çështje e gjithë shoqërisë shqiptare. Por a duhet, pra, por vullneti duhet vi nga politika dhe pastaj vjen shoqëria shqiptare, vijnë qytetarët shqiptar, të cilët e kanë shpreh këtë vullnet. A beson që e kanë edhe çështje egoje personale dy personazhet që ti etiketove si kur janë kundër rrugtimit të fundit të Shqipërisë në BE, Rama dhe Berisha, kush tjetër flamurbajtësi i antarësimit të Shqipërisë në BE? Po, e kanë dhe egon e tyre personale për ta lënë trashëgimi për nesër? Shiko, se llogarit këtu te ne bëhen personalisht, nuk bëhen është shumë e vogël, po të jetë kështu, edhe mund të jetë, nuk e diskutoj. Mund të jetë kështu, por është shumë e vogël sepse nga këto ego të vogla personale, individuale, edhe njëri edhe tjetri po pengojnë gjithë Shqipërinë. Po pengojnë objektivin mallor të këtij populli. Dhe ky është problemi. Duhet o njëri o tjetri tulen tavolinë dhe të bisedojnë, jo vetëm për mund të jetë shumë Senatin e Parlamentit. Mund të jetë shumë mirë ndryshimi kushtetues. Nuk e paragjykoj, nuk duhet paragjykoj. Por duhet një herë të shprehin vullnet që ne dy palët, ne jemi për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe nuk do nxjerrim pengesa për këtë gjë. Dhe kjo është e para. Pastaj vinë me radhë gjërat e tjera. Pra po thua që kemi nevojë për një pakt kombëtar në kuadër të integrimit. Pa diskutim. Duhet tulen për këtë. Nëse Berisha sot ka thënë që jam i gatshëm tule me Ramën për të ndryshuar kushtetutën, vetëm për këtë pra ka thënë. Për çështjen e Senatit. Po. Pse nuk thot Berisha që unë jam i gatshëm tule me Ramën, ose Rama të thojë që jam i gatshëm tule me Berishën vetëm për çështjen e integrimit evropian. Se nuk besoj të jetë më edhe kompleksi non gradës së Berishës tashmë për të ulur Rama me kryetarin e Partisë Demokratike, siç ishte dikur. Po preteksti. Ky më është tash Rama nuk mund zgjedhë Berishën, Berisha nuk mund zgjedhë Ramën. Tash këto janë gjëra kështu, por është e mira e Shqipërisë, e kombit shqiptar, sepse kur flasim për Shqipërinë flasim edhe për pjesë tjera të. Sepse në kujtesën e marrëveshjeve që kanë arritur, vetëm ditë më parë në parlament ranë dakord për të ngritur dy komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe atë territoriale, edhe pse qëndrimet që kanë për 11 majin zgjedhjet tashmë dihen janë diametralisht të kundërta, por prap janë urur për një punë të nisur në Parlamentin e Shqipërisë. Unë uroj që ata tulen vazhdimisht, jo vetëm për këto dy reforma, por kryesorja duhet të jetë vullneti që ato të mos pengojnë integrimin evropian të Shqipërisë. Ajo kronika që ju shfaqet në fillim është e turpshme para deputetëve